Sot kemi organizu një aksion pastrimi të hapësirave rreth liçenit Batllavës. Kjo hapësirë para 2 javë është pastru komplet, mirë po sot që kam mbush prap. Sot kam fillu edhe pjesë e projektit është edhe vendosja e shportave për mbeturina rreth plazhave të Battlavës, cilat janë tu punu momentalisht, sot kanë mu vendos disa këtu, ma vonë dikur. Edhe po shpresojmë që me vullnetarë që i kemi mbledh, kemi me bo një punë të mirë sot. Ky projekt është përkra financiarisht prej ambasadës Luksemburgut, cilët jemi shumë falenderus. Pjesa tjetër është që liçeni Battlavës e furnizon shumicën e qytetit Prishtinës me ujë. Ta shkrejt të mbeturina që shkojnë ujë, e ndotin ambientin, i dëmtojnë speciet e peshqve që janë në liçe, edhe të njëjtën kohë njëjtat mujnë me në ardhe dhe ngota tona në shtëpitë tona. Iniciativës më ka shty me bashkangjit kjo rëmuqe o këto, edhe falenderoj shumë organizatën, Engineering Without Borders, që ka bu këtë organizim dhe na ka mundësu edhe neve, të si vullnetarë që jemi për mi mbledh këto mbeturina, se natyra këtu shumë e bukur, po edhe vetë ndërsa e keni inqizu më herët që sa shumë ka pas mbeturina. Edhe është e drejt morale, mendoj që çdo qytetari që mos t'i hudhëm këto mbeturina, po dhe nëse i ka bo dikush, s'paku na disa vullnetarë t'i mbledhim.